Kush jeni ju? Punishtë e fëmijërisë, nuk duhet me smartphone, krijoj me ardhëtori, me jetë alim kampion! Shumë bukur, me plot atmosfere kemi nisur edhe këtë të shtunë qershori emisionin Pimbi, Pumbi dhe Miqtë e Vegjël, por ndryshe nga ambienti i shtëpisë son të Vukur atje në RTS Korça, kësaj radhe ne kemi ardhur tek shkolla teknike, profesionale teknike në Korçë, në një ambient të jetë të veçantë, ku siç e shihni kemi shumë fëmijë. Këta janë fëmijët e parë të grupit të punishtes? Të punishtes fëmijërisë. Punishtja e fëmijërisë. Ju Arbenin të gjithë e njihni dhe e keni parë gjithmonë në rolin e personazhit Pimbi, por ju nuk e dini që Beni i ka duart e arta, sepse është koordinator i kësaj punishteje të bukur të fëmijërisë, e cila është një bashkëpunim për herë të parë me Këshillin e Qarkut, dhe dua të falenderoj këtu zotin Petrika Tollkuçi për iniciativën shumë të bukur të cilën ka marrë për të sjellë tek këta fëmijë kujtimet e lojrave të fëmijërisë. Por nuk janë kujtimet e lojrave të fëmijërisë të këtij brezi, por janë të prindërve, ndoshta dhe gjyshërve të tyre. Janë punime artizanale, ashtu siç lojrat e fëmijërisë bëheshin dikur kur nuk kishte teknologji apo mjetet të tjera të informacionit. Përshëndetje Tea. Përshëndetje Jonita. Përshëndetje të gjithëve fëmijë. Është një iniciativë e cila zhvillohet për herë të parë dhe uroj të ketë vazhdimsi. Pasi këtu çdo gjë që ne shohim është ndërtuar nga duart e fëmijëve. Dhe kjo tregon se dëshira e tyre është shumë e madhe. Por pse jo të jenë dhe krenar për veten e tyre dhe të dinë të ndërtojnë punë shumë të bukura. Po Tea, kjo është e vërtet dhe ku më bukur se sa koordinatori zoti Arben Trebicka ose Pimbi. Pimbi. Po, sepse ngelet Pimbi. Ngelet Pimbi. Për ne po. Dhe sidomos për këtë klasë, e cila mban rekord në RTS Korça në emisionin Pimbi, Pumbi dhe Miqtë e Vegjël. Po, kanë ardhur disa herë dhe e din fare mirë se kush është Pimbi. Pra është zoti Arben. Atëherë Beni na trego pak për idenë, iniciativën dhe mbi të gjitha në rolin e koordinatorit. Sa për emisionin Pimbi dhe Pumbi, i falenderoj në thonjza fëmijët, se asnjëri nga këta nuk më ka sjell mjaltë. Ta e di përmendesh Në rolin e koordinatorit? Në rolin e koordinatorit, kjo ishte një thirrje për ide smart nga Këshilli i Qarkut Korçë dhe bazuar në ekspozitën time nostalgji, vendosëm të bëj një punishte fëminore. Fëmijët si që shikoni i kanë bërë vetë këto lojra, qerka me kuzhinjeta, me rreth, me fuga, me mash, me sportën e vogël, me tezgjaun, lojrat e tavolinës. Balonat. Një falenderim për, si që tha dhe ju, për kryetarin e Qarkut, zoti Petrika Tollkuçi, një falenderim për shkollën profesionale teknike dhe drejtoreshën Angela Taho. Ishte për të gjithë prindrit që u treguan të gatshëm për të regjistruar fëmijët e tyre në këtë eksperiencë. Pikërisht. Një falenderim për fëmijët të gjithë, ishin disa ishin pak televizor, që mund të shikoni tani duke lëvizur, po shumica ishin në rregull. Ishin në rregull, Dhe krijuan të gjërat mrekullueshme të cilat do t'i shikojnë vetë, do t'ja u thonë vetë. Pimbi, kam dhe unë një pyetje, ose Beni nuk di tani si të them, po do të them Pimbi. Si lindi si ide dhe sa rezultat ka dhënë tek fëmijët, si viti i parë që është? Si ide ishte ajo që i thash pak më parë, ishte një thirrje për ide smart, dhe unë kisha gati këtë ide, kështu që... Po, ka dhënë rezultat tek fëmijët? Për këtë do të përgjigjen vetë fëmijët. Në rregull. Do t'i zbulojmë më vonë, po. Por deri sa kanë rezultuar deri këtu, do të thotë që që ka rezultuar, po. Atëherë, unë faleminderit Beni dhe ne do të vazhdojmë bisedën me fëmijët. Unë do ta nis me Diarën, e cila do të më tregoj sa të ka pëlqyer ty të jesh në këtë punishte. Shohim drejt te kamera dhe flasim. Mua më ka pëlqyer shumë te kjo punishte, kur bëmë balonat. Ke bërë balona më përpara? Jo. Si ishte si eksperiencë? Ishte shumë e bukur, nuk u do shumë kohë dhe ishte lehtë për ta bërë. Sa kohë të ka marrë ty? Më ka marrë pa kohë sepse bëra disa herë
bëra disa balona edhe nuk më zgjati shumë kohë. Të lumtë, shumë bukur. Ja japim Dajbës mikrofonin. Dajba, më trego pak e dashur, cila është gjëja më e bukur që ti ke bërë këtu? Gjëja më e bukur që unë kam bërë këtu është qilimi që kemi bërë së bashku. Qilimi? Po. Ka qenë punë interesante apo jo? Sigurisht, punë interesante që do të urim dhe nuk Për kushtim, edhe apo jo? për kushtim sigurisht. Sa kohë të ka zgjatur ty Dajba? Pra po zgjat me ditë, po ka zgjatur, më ka dashur pak kohë qilimi sepse është i vështirë për të bërë, por së bashku duke më ndihmuar dhe duke pasur durimin direkt e qilimi, është bërë më e lehtë për mua. Me kë shoqe ke bërë qilimin? E kemi bërë së bashku me gjitha vajzat e grupit. Të gjitha vajzat e grupit. Po. Dajba ja japi mikrofonin shokut. Më fal, o Dajba, po gjëja që uren më shumë nga kjo punë ishte cila është? Asnjë gjë. Më thënë drejtin, gjëra që urej më shumë në këtë punë ishte nuk është asgjë sepse gjitha gjërat ishin shumë të bukura dhe më pëlqyen shumë. Po, të lumtë, shumë bukur. Nuk të ka sill mjalë, po të shoqërosi me këtë të fundit. Të ëmbëlsojmë. Të shoqërosi më shumë se ç'duaj. Më trego pak, ju të dy gjatë edhe përpara se ne të bëheshim gati për emisionin, po luandit me këtë lojën këtu, kamera do ta fokusoj pak më vonë dhe do shohim që kemi gosht në një dras, jeshile dhe një është top. një fush futbolli, 11 lojtarë këtej, 11 apo ka 13 futbolli, sa ka? Jo 11. 11 e gjete. Marrësh nga futbolli, ndaj po pyesim, më kanë shumë gosht, sa janë 11 dhe 11? Po. Me cilën skuadër je ti bukurosh? Unë jam e skuadrën e Barcelonës. Po, shumë bukur. Më trego pak tani, cila ishte gjëja që ty të pëlqeu më shumë për ta bërë? Mua pëlqeu më shumë fusha e futbollit, sepse bëra me shokët e mi. Na trego pak më shumë, si e keni ndërtuar fushën? Po ne në fillim bëmë fushën, pastaja ngullëm goshtët, pastaja bëmë poshtët, pastaj vëmë zurët, kishim dhe i top edhe ne u kënaqëm duke përgatitur. Po Pimbi ju ka ndihmuar apo rehat si në emision? Na ka ndihmuar në disa. Ka ndihmuar, patjetër. I ndihmon? Arbeni në rolin e koordinatorit, jo të Pimbi. Më fal, në ndeshjet që ke bërë, ke fituar apo ke humbur? Po një fitojmë, një Një humbim. humbim. Në rregull. Faleminderit, do të kalojmë, do ta bëjmë kështu një këtej. Do të kalojmë tek Çuni, mbaj mikrofonin. Më trego pak të lutem, do shohim te kamera drejt, cila është gjëja më e bukur që ti mësove nga kjo punishte, sepse me sa shoh ju jeni dhe shok klase, apo jo? Po, Po, cila është gjëja më e bukur që ty të ka pëlqyer që e ke bërë plot dëshirë? Gjëja më e bukur që mua më ka pëlqyer në këtë punë është makina me drasa që e bëra me shokët e mi. Makina me drasa është kjo. Po. Dikur në Korçë, për të gjithë shikuesit të cilët po na ndjekin jo vetëm në qarkun e Korçës, që të gjithë e dinë si i thon, por dhe ata jashtë rrethit ton, kësaj i thon qerkë me kuzhinjeta. Në rregull? Kë pjesë bëre nga ato ti, sepse ka shumë i keni bërë dhe me firma, i keni hedhur edhe shenjën tuaj. Pjesën që bëra unë është vizatimi dhe ngulja e goshtave. Vizatimi dhe ngulja e goshtave. Po ju desh ta ndërtoni këtë? Gati 2 ditë. Gati 2 ditë. Më trego pak gjatë gjithë kësaj periudhe, sepse është gati mbi një muaj e pak që ju keni punuar këtu, je mërzitur? Jo, asnjë nuk jam mërzitur me punimet që unë kam bërë, jam kënaqur dhe më kanë tërhequr shumë. Faleminderit, ja japi mikrofonin Anesit. Anes, më trego pak për gjën tënde më interesante që ke bërë apo që ke mësuar në këtë kurs. Mua më ka pëlqyer që kam përgatitur në ky kurs është fusha e futbollit. Me kë shok e ke përgatitur? Me gati të tërë. Cila është pjesa që ke bërë ti? Që ngula goshtat edhe që e leva atë. Edhe e leve. Anes, më trego pak të lutem, ke dëshirë që dhe vitin tjetër të jesh një nga pjesëmarrësit e kësaj punishte të bukur? Do regjistrohesh edhe vitin tjetër, si mendon? Po. Ka patur momente kur jeni grindur me shokët? Ndonjëherë. Për gjëra të vogla apo për diçka nga jashtë apo për punët? Për shembull, do ta bësh ti këtë apo një shok? Për nga jashtë, jo nga punët. Nga jashtë, në rregull.
Dakor, ja japi mikrofonin Dionit. Vazhdojmë me Dionisin, i cili ka përpara lojën mos u nxe me kopsa të vjetra. Dionis, më trego pak cila është gjëja që ti ke bërë këtu në këtë punishte? Unë kam bërë qerkën. Qerkën. Po, dakor, qerkën. Keni disa qerka? Do i fjalë tjetër çfarë mund të themi kësaj Beni? Kemi vetëm një qerkë. Kemi vetëm Qerka me guzhnjeta, kemi bërë 4 qerka. Përveç fjalës qerkë, mundet t'i themi ndonjë gjë tjetër për të gjithë ata që na Ashtu dëgjojnë? si u pëlqen këtyre makina me rrota. Makina me rrota, në rregull, Po dakor. këtë e ke ndërtuar ti bukurosh? pak. Pak a shumë. Dioni, më trego pak të lutem, si ja ke kaluar ti gjatë gjithë kësaj periudhe këtu, dhe a ke dëshirë që vitin tjetër të rikthehesh përsëri? Sigurisht që po që dua të kthehem prapë dhe u kënaqa shumë. Cila është puna më e bukur që ty të pëlqen më shumë të bësh ose do ta bësh? Qerka. Qerka, përsëri. makina me rrota. Më fal Jonida. Marri mikrofoni Beni sepse nuk dëgjohemi. Në të gjitha lojrat kanë marrë pjesë të gjithë fëmijët. Domethënë çdo njeri ngulte nga një gosht ose bënte një diçka. Domethënë ishte punë në grup. Të gjithë, po, përveç punës në grup, të gjithë fëmijët kanë provuar të njëjtën gjë. Të njëjtën gjë. Ja japi mikrofonin shokut tjetër, çojemi pak në këmbë bukurosht, dukemi tek kamera atje, sepse jeni pak të vegjël dhe tavolina është e lartë. Më trego të vërtetën, punën me qilime ke provuar apo jo? Jo. Jo. Do të ta provoje? Po. Shohim drejt nga kamera, shohim drejt. Mirë, pse nuk e ke provuar punën me qilim? Të duket për vajza apo Më duke për vajza. Të duket për vajza. Atëre, Beni, si do të bëj kjo balans? Në fakt kanë ndihmuar në vendosjen E goshtëve. Prapë goshtët. Edhe vajzat edhe ti. Shko një punë që do të doje ta bëje përsëri. Fushën e futbollit. Fusha e futbollit. Po mirë, lojën me futboll, e keni praktikuar apo thjesht e keni bërë atje për buse? E kemi praktikuar. E keni praktikuar. Në rregull, faleminderit, ja kaloj mikrofonin shokut tënd. I dashur, shohim drejt, shohim vetëm drejt. Më trego pak edhe ti për eksperiencën tënde këtu dhe sa bukur është të punosh në grup. Ju jeni shok klase, si që tham, dhe përveç kohës që kaloni në klasë, jeni edhe këtu të gjithë bashk. Unë këtu, gjatë gjithë kohës jam kënaqur shumë. Dua çdo vit të regjistrojmë këtu. Çdo vit, në rregull. Po një punë që ti ke ndërtuar ke bërë se Beni tha që keni bërë nga pak nga të gjitha. Po ajo që ty të ka pëlqyer më shumë. Ajo që më ka pëlqyer më shumë është fusha e futbollit, sepse unë e adhuroj futbollin. Faleminderit, ja japi mikrofonin shoqes. Atëre, shoh që ti je e pozicionuar përpara ke një krëhër të gjerë dhe më pas ke edhe një mini vegle të vogël. Cila është gjëja më e bukur që ti ke bërë në këtë punishte, sepse tashmë u bë kohë. A keni thurur ndonjë qilim të bukur me gjithë këto akrelonet me ngjyra që po shohim ne këtu? Po, unë kam punuar pak nga ky qilim, por gjëja që më ka pëlqyer më shumë ka qenë Shohim drejt e kamera shpirt. gjëja që më ka pëlqyer më shumë ka qenë qerka, balonat dhe qilimi. Cila është puna ose objekti që ka zgjatur më shumë për të punuar? Unë mendoj qilimi. Qilimi. Faleminderit, ja japi mikrofonin shokut Gjergji mos gaboj. Gjergji, më trego pak të lutem, balona kishe bërë ndonjëherë më përpara? Jo, balona ndonjëherë më përpara unë nuk kam bërë. Po si ishte të ndërtoje balon këtu? Ishte shumë bukur dhe unë nuk kënaqa shumë. Gjergji, ajo që të ka marrë më shumë kohë nga të gjitha, cila ka qenë? Gjë që mua më ka marrë më shumë kohë ishin balonat. Ishte balona, po mirë. Diçka tjetër që do doje ta punoje përsëri? Diçka tjetër që do doja ta punoja përsëri ishte qilimi. Ja, qilimi, të lumt. Po më trego pak të lutem, kur shkon tek shtëpia, nga shkolla, lodhesh pak se me mësimet, bëni nga 5 orë, nga 6 orë, ndoshta më pas vini këtu. Edhe këtu kaloni një kohë rreth 90 minuta, në mos gaboj. Kështu që kur shkoni në shtëpi, jeni të lodhur apo të çlodhur nga punishtja? Pak i lodhur dhe pak i çlodhur. Në rregull, faleminderit Gjergji, ja japi mikrofonin një tjetër shoku. Ai ka përpara
makinën me rota. Më falë, Jonita, mund të them diçka? Po, mund të marrësh mikrofonin, Beni? Si Pimbi, jo si Po, koordinator. si Pimbi. Atere, Gjergji tha që vi më pak të lodhur dhe pak të shlodhur. Po. Në fakt, lodhje nuk e ka nga kjo, sepse kjo është argëtim. Lodhje e kanë nëse shkojnë luajnë futboll aty në fusha përpara se të vinë këtu, pastaj vinë këtu. Në rregull, ja, na trego pak përpara se të nisi me këtë makinën me rrota. Më trego pak, ti merresh me ndonjë sport që vjen pak i lodhur këtu? Shohim drejt te kamera. Unë merrem me sport, por sportin e kam në pes, nuk e kam pas shkolle. E ke më vonë. Do më thënë, kjo është e vërtet, po... Dali. Më trego pak për punën tënde më të bukur që ke bërë këtu. Puna ime me bukur që kanë bërë është fusha e futbollit edhe qerkat. Tjetër? Fusha e futbollit. Fusha e futbollit. Dakor, tek ajo qerka, çfarë ke ndihmuar ti të bësh? Unë kam ndihmuar për rotat e qerkës dhe për të ngulur disa vida. Të lumt. Ne materialet përdorim hekur dhe dru. Në rregull, për materiale ndoshta të vendosura në dispozicion mund të na ndihmoj koordinatori Beni. Beni, marri mikrofonin dhe na trego pak për materialet. Në fakt, kush kërkon gjen? Se ne dikur kur ishim të vegjël, i benim me mbeturina, gjenim mbeturina në rrugë ose i vidhnim në thonjza nga shtëpia, të cilat i kthenim përsëri. Menim gjëra çfarë të mundesim që krijonim lojrat tona. Ndërsa tani kemi bler materialet e grasme, këtu vetëm i kemi prerë dhe i kemi bërë syve. Sepse thamë që është një bashkëpunim me Këshillin e Qarkut dhe normalisht do sillen gjëra jo të shkojmë t'i kërkojmë, por të jenë të gatshme që fëmijët të dinë të thurin dhe të bëjnë gjëra të bukura. Të gatshme nuk ishin dru i madh dhe i kanë bërë vetë fëmijët. Pse s'na i treguat këtë gjë, ju apo do na i tregoj ana tjetër? Do na i tregoni ju të tjerët. Dakor. Atëherë, faleminderit, japi mikrofonin Marias. Maria, e cila në muajin qershor mori pjesë të festivalin e fëmijëve. Maria, përveç festivalit, përveç shkollës, të shohim dhe tek punishtja. Si është eksperienca këtu, Maria? Këtu eksperienca shumë e bukur. Çfarë ke mësuar nga kjo përvojë, Maria? Unë kam mësuar se çfarë luanin fëmijët më përpara. Vazhdojmë me Ariesin, i cili do të na tregoj për përvojën e tij tek punishtja e fëmijërisë. Aries, të duket pak e çuditshme që prindrit e tu, ndoshta edhe më herët gjyshrit e tu, kanë luajtur me këto vegla, me këto lojra, të cilat ju ndoshta sot nuk i konceptoni? Nuk më duket aq e çuditshme që. Ma nuk më duket aq e çuditshme sepse këto janë lodra që në vitet e më përparshme edhe sigurisht që atëherë që nuk ishte elektricitet, këto ishin lodrat e tyre. Të duket e bukur që argëtimi ka qenë ndoshta shumë ermit, thjesht me gjëra fare të vogla, kënaqeshin shumë fëmijët, kurse sot ju pjesa më e madhe ri në telefon, apo jo, ri shumë kohë në telefon ti? Po. Po, rim pak. 24/7 riti, shumë se thuaj se po të xhiroj në dëgjoj. Po, shumë keq. Më trego pak Aries, cila ishte gjëja më e bukur që ke bërë ti këtu? Më pëlqen më shumë qerka me kuzhinjeta. E ke ndërtuar ti? Apo bashkë me shokët? Bashkë me shokët. Unë kam ndihmuar vetëm për të vënë disa gozhda. Po diçka tjetër? Po. Ja, për pak mikrofonin. Më thuaj pak ti ose dikush tjetër nga ju, po përsi Pimbi tani, ka pyetur prindrit ose gjyshit ose dikë tjetër, i mbajnë mend të lojrat që po krijoni ju apo jo, edhe çfarë përshtypje kanë? Që tani po i ndërtoni dhe ju. Ja përgjigjen Ariesi? Po, prindrit e mi i din të lodra që kur ishin fëmijë. Çfarë thon ata kur ti i thua që shiko, edhe unë kam ndërtuar kështu siç kishit dhe ju më përpara? Ata gëzojnë sepse unë mundem të luaj edhe me lodra që luanin ata. Në rregull, faleminderit. Bukurosha, shohim drejt e kamera dhe më trego edhe ti. Çfarë ke mësuar gjatë gjithë kësaj kohe? Unë kam mësuar si luanin më parë fëmijët dhe kam mësuar se këto lojra ishin
Më tërheqe se sa lojrat që janë tani, si për shembull telefoni e të tjera. Të harxhon shumë kohë në telefon ti? Ka raste që po. Ka raste që po. Ana Andej thot 24/7. Po, se janë më shumë djem. 24/7 thot Ana Andej, por nuk është ashtë dhe 24/7, sepse gjatë një periudhe kohë ju jeni në klasë. Më pas vini këtu tek punishtja, e cila ndoshta jo një herë në vit beni, po disa herë në vit duhet përsëritet. Po, duhet jetë vazhdimsi. Që është edhe fillimi, nëse do mësohet kjo gjë, do të ketë akoma më tepër interes, besoj. Po. Një sykaltër, i ka shtyt shumë të bukur. Dhe ka dhe një emër të veçantë. Si ka emrin? Unë e kam emrin Juna. Si Juna? Juna, çojmë pak në këmbë të lutem? Juna, sa kohë keti që merresh ke? Kam disa muaj që merre me këtë aktivitet dhe mua më pëlqen shumë. Cila është, për disa muaj, cila është puna që ke bërë ti? Ose dhe ajo që të ka pëlqyer më shumë? Kam formuar qerkën që më pëlqen shumë dhe dua ta formoj përsëri. Kemi formuar dhe qilimin. Qilimin. Dhe balonat. Edhe balonat. Është ylli, më pas kemi guximtarët, kemi luftëtarët, Ndajnë me grupe. kemi boy, girl, aura, Stilian. Kush është Stiliani që është në të gjitha? Është Stiliani në të gjitha. Vajza dhe qerka për djem. I ndajnë Në edhe rregull, grupe. luftëtarët, guximtarët, Gjergji, Dioni, Grualt, Artan, Aries, Enes, plot emra. I dëgjojmë shoqën? Juna është dhe eroina e punishtes, sepse gjatë gjithë kohës ka qenë me një dorë në altësi, edhe ndërkohë vazhdonte dhe punonte dhe ndihmonte. Bravo jo. Është një sakrificë shumë e madhe. Stop! Po dua dhe unë duar të kitje. Forca dhe fëmijë. Sepse forca e vullnetit bën të vetëm, mjafton të kesh vullnet, të duhet dhe pak vullnet. Atëherë ja japi mikrofonin një tjetër shoku i cili ka lojën mos u nxe, por jo në formë katrore, por në formë trekëndore. Kjo lojë quhet piramida. Unë këtë lojë kam provuar dhe ishte shumë e bukur. Ishte shumë e bukur. E ke luajtur? Po. Çfarë të ka pëlqyer? Më ka pëlqyer kjo lojë se është dhe mund të kënaqesh shumë me këtë lojë. Po diçka tjetër që ke bërë përveç piramides? Kam bërë dhe qerkën. Edhe qerkën, në rregull. Vitin tjetër ke dëshirë të marrësh pjesë përsëri? Po, plot dëshirë kam qenë. Lumë, faleminderit. Ju ka pyetur njëri tjetër nga shokët, nga shoqet për të çfarë po bëni? Aty në punishtja. Po, sigurisht që më kam pyetur dhe të gjithë janë bërë kurios për këtë aktivitet që është krijuar. Dhe më thonë se çfarë kam bërë, si i bëni vetë, ju me ndihmë, keni mbërthyer, çfarë keni bërë, dhe unë i kam treguar. I them që kemi bërë shumë gjëra të ndryshme dhe kemi mësuar gjëra të reja dhe ata i dëgjojnë me kënaqësi gjërat që unë i them. Një herë, kur isha nga parku me shokët e mi, nuk ishim ne, ishte grupi tjetër, edhe më thanë mua çfarë bëjnë këta mo kotve në atje, dhe unë i thash atje ndërtojmë gjëra, edhe më tha po çfarë gjëra ndërtoni mo, edhe unë i thash qerkën, fush futbolli, dhe ata më thanë shumë interesante që kanë. Vajzat luftëtare thot E ke ndërtuar ti zemër? Atëherë, e ke bërë vetë Tea apo me ndihmën e shoqeve? Unë e kam bërë me të gjitha vajzat e grupit. Cila është puna jote? Unë kam ngullur disa gozhda dhe e kam thurur. Mora rethin me mashë dhe fugën. Çfarë? I ndërtove vetë ato? Jo, në fakt na i dha Xhibeni që ne ti praktikonim dhe ti ishim të përgatitur për garën që do bënim me grupin tjetër. Je emocionuar për garën ti? Kush fitoi? Gara është zhvilluar. Kush fitoi? Luftëtarët. Luftëtarët dhe guximtarët. Amelia është motra e këtij bukuroshi të vogël këtu, i cili shoqëron Amelian dhe ka qef, që ndoshta në punishtet e radhës, në vitet në vazhdim, të jetë edhe ky nga ata punëtorët e vegjël apo jo.
Amelia. Amelia, më trego pak për eksperiencën tënde këtu e dashur. Unë këtu jam kënaqur shumë dhe kam mësuar se si të ndërtoj qerka, qelim, balona dhe shumë të tjera. Puna jote që të pëlqen më shumë të bësh? Ndërtimi i qerkës apo i balonës? Ndërtimi i qerkës. Apo diçka tjetër? Ndërtimi i qerkës dhe i qilimi. Dhe qilimi. Këtu çfarë lexon? Vajzat luftëtare, luftëtaret, vajzat plus luftëtare, barazi me vajza luftëtare, trime, goca luftëtare, shpata ka të pinturuara këtu, zemra, dhe e forta është se dallohen punimet, apo jo Beni, dallohen punimet e makinave me rrota të vajzave, sepse janë të gjitha të pikturuara me rozë dhe me lila, dhe dallohen ato të çunave, sepse janë të gjitha me blu, me jeshile, me portokalli. Në rregull, kemi shokun e vogël këtu, i cili do të na tregoj, mund të çojmë në kamp apo e kapim? Okej, qëndrojmë këtu ku jemi. Më trego pak për këtë punishte të bukur, dëshira për të marrë pjesë dhe se si ke kaluar. Unë në këtë punishte kam kaluar shumë mirë, sepse në u argëtuam shumë duke krijuar këto punët tona me duart tonë. Edhe këtu jam kënaqur shumë, sepse këto ndërtime që kemi bërë neve me duart tona, i kemi bërë shumë të bukura bashkë me shokët tonë dhe ata të grupit tonë. Do të marrësh pjesë dhe vitin tjetër? Po, unë them që të marrë pjesë vitin tjetër, nëse nuk harroj, unë sigurisht që do vi këtu, sepse këtë radhë u kënaqa shumë. Ati tek shtëpia jote, tek pallati apo tek lagja jote, shokët të kanë pyetur se çfarë bën ti këtu? Unë në lagjin time se kam shumë shokë, por disa më pyetin se çfarë kemi bërë këtu dhe unë i kam thënë ne kemi bërë shumë gjëra të bukura si qerkat, qilima, balona dhe shumë gjëra të tjera argëtuese. Beni, po me ashik kanë luajtur? Me ashiki jo. Po, më thuaj diçka, po, sigurisht. Ne kemi luajtur me ashikë, se unë di shumë mirë ta luaj me ashikun, i di dhe anët. Ju ka mësuar Pimbi? Okej, ajo me gropë quhet vrima, ajo që është pejtë, po nga ana tjetër, jo, që ka si me malorkë, quhet kurrizi, ajo që është e drejtë fare është kaza, kurse ajo në formë saj është çupri. Është çupri. Bravo, një duar trokitje sepse i dihet të gjitha. Kush ti ka treguar ty këto? Kush ti ka treguar ty këto? Unë i mësoj shumë me gjyshin sepse i luaj shumë këto lojë me ashik. Luan me gjyshin. Jo vetëm telefona, doli çuni. Unë jam përpara tavolinës së Bjorgit, i cili ka përpara çekanin, drasat bashkë me vida, ka vizoren, ka kompastin, ka vidologun. Bjorki, më trego pak të lutem për eksperiencën tënde këtu. Unë me këtë eksperiencë jam kënaqur shumë se kjo eksperiencë është shumë e bukur. Puna jote që të pëlqen të bësh? Puna ime që më pëlqen më shumë të bëj është të ndërtoj fushën e futbollit. Fushën e futbollit. Në rregull. Ke dëshirë që vitin tjetër, përveç se vetë, të marrësh edhe ndonjë shok ose shoqe që ta fusësh këtu te grupi dhe të mësojnë dhe ata të ndërtojnë gjëra të bukura, të kalojnë një kohë vërtet të vyer me shokët e tyre të tjerë? Po, sigurisht që kam qef. Ma bëhet qefi. Ja japi mikrofonin më të urtit të gjithë këtij. Po. Beni, mi urti? Më falë, besoj se mi urti jam unë. Po, patjetër, sidomos në emision. Sa vetë janë këta, besoj se të mbysin të gjithë. Në fakt se ana shkaluam, ju na bet një punë sabotatore. Pse? Sepse ato veglat që shikoni atje, janë në frenot që po përgatisnin për të verë në qerkave me kuzhinjeta. Po, ne këtu Do jemi kemi dhe frena, shohim. po. Ne këtu jemi dhe do ta shohim. Por, si fillim, do ndalojmë tek çuni mi urt i të gjithë grupit, deri tani. Më trego pak të lutem. Ti ke përpara një fugë, kjo kapet këtu, edhe hidhet, kapet kështu. Po, dhe unë e kam luajtur atë lojën, po, hidhet. Edhe unë jam një brez i cili luante me fugë. Më trego pak për eksperiencën tënde këtu dhe sa të pëlqen kjo loja. Unë këtu jam kënaqur shumë.
Kemi bërë me shokët qelka, i kam ndihmuar, edhe kemi bërë dhe balona dhe fushën e futbollit, edhe Ti në këtë grup bën pjesë, në luftëtarët apo guximtarët? në guximtarët. Në guximtar, janë më Si të është më mirë, si jesh guximtar apo luftëtar? Guximtar. Guximtar. Unë them të dyja. Ti thua të dyja. Në rregull, ti thua të dyja, ndërsa unë them pak hapësirë publicitare dhe rikthehemi përsëri. Si tu duk Olimpiada Tea? Mua Olimpiada më pëlqeu vërtet shumë dhe them që pimbi vitin tjetër mund të vi dhe unë këtu në punishtja juaj. E pranoni Tean edhe pse keni një limit kohe? Do ta mendoj. Do ta mendoj. Do vish në emision ti pimbi. Kërcënimi hapur, kërcënimi hapur. Atëherë ne do të ndjekim se si fëmijët punojnë në këtë punishte. Pastaj performance të bukur nga fëmijët, të cilët them të drejtën vërtet na kanë kënaqur Po, apo na jo? kënaqën vërtet dhe punët e tyre ishin shumë të bukura dhe mua më pëlqyen vërtet shumë. Ne kemi ardhur kështu në fund të emisionit edhe për ditën e sotme. Unë ju falenderoj të gjithëve që keni qenë në shoqërinë e RTSH Korçës në emisionin Pimbi Pumbi dhe Miqtë e Vegjël. Dua të bëj një falënderim të veçantë edhe një herë për kryetarin e Këshillit të Qarkut, zotin Petrika Tollkuçi, për iniciativën super të bukur për të gjithë këta fëmijë dhe mbi të gjitha koordinatorin Arben Trebicka. Dhe ne pam jo vetëm pjesë nga Olimpiada, por dhe nga ekspozita Nostalgji e zotit Arben dhe ishin vërtet shumë të bukura. Prandaj është një iniciativë e cila ndoshta duhet të vazhdojë, sepse fëmijët, siç dhe ne po e shohim, por dhe vetë ata na treguan, ka qenë shumë e bukur dhe kërkesat kanë qenë gjithmonë në rritje. Kështu që urojmë që të ketë edhe shumë punishte të tjera Arben dhe quhet sa më mbar dhe fëmijët mbi të gjitha të argëtohen dhe në forma të ndryshme, apo jo? Po. Sepse për mua këto quhen vepra të veçanta, që janë nga duart e fëmijëve. Në rregull, unë dua të bëj dhe një falënderim të veçantë për butik Natalia dhe Ailinana, e cila bën të mundur si gjithmonë veshjen time në emisionin Pimbi Pumbi dhe Miqtë e Vegjël, e gjeni si gjithmonë tek Bulevard Republika dhe tek rrjetet sociale. Shumë faleminderit dhe japim një përshëndetje të gjithë. Mirupafshim të gjithëve.